Mirëmbrëma Kamza, Kamza Blu. Të dashur qytetarë të Kamzës, të dashur nëna, baballar të rinje të reja, të dashur demokrat e demokrate, të nderuar kandidat, antar të strukturave dhe të kryesisë së Partisë Demokratike, i dashur dhe shumë i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, Profesor Doktor Sali Berisha. I dashur doktor, faleminderit që sot zgjodhët për të bërë ndalesën e radhës në Kamzën që ju priti madhështisht, ashtu si ju dhe ekipi i njëshave kandidat të Kamzës e meritor. Jam sot para jush për të përcjell edhe një thirrje zemre, thirrje ndryshimi që vjen nga çdo derë që kam trokitur, nga çdo qytetar që kam takuar këto ditë. Kam takuar nëna që qanin me pikën e lotit, sepse kanë mbetur vetëm, pa fëmijët që i kanë larg në emigracion. Të detyruar të iknin prej politikave antihumane, politikave antikombëtare të Edi Ramës. Ma besoni, nuk është e rastishme që arsimi është sot në ditën më të zezë. Sepse i parë si muari Edi Rama, do që edhe qytetarët të jenë të tillë që të sundojnë më lehtë. Kam takuar studentë të shkëlqyer që ndihen të humbur, sepse shokët e tyre janë larguar. Nuk gjejnë asnjë derë të hapur, asnjë mundësi, sepse në pushtetin e Edi Ramës dhe në bashkinë që drejtohet nga Rakip Suli, punësohen vetëm patronazhistët e partisë dhe jo të rinjt e ditur e të ndershëm. Kam takuar pensionistë të cilëve nuk ju del pensioni as për bukë e ilaçe. Duan të jetojnë me dinjitet, po shteti i ka lënë në mëshirë të fatit. Kam takuar bizneset vogla që janë detyruar që të fusin parat që ju dërgojnë fëmijët nga emigracioni për ta mbajtur hapur aktivitetin, sepse taksat mbytëse dhe gjobat abuzive po ju marrin frymën. Kam takuar mësues të ndershëm që persekutohen politikisht sepse nuk i shërbejnë sistemit patronazhist të drejtorëve të Partisë Socialiste. Kam takuar banor të mirë të Kamzës, që Edi Rama dhe Rakip Suli i trajtojnë si qytetar të dorës së dytë. Të përbuzur, diskriminuar, vetëm se nuk e kanë shitur dinjitetin për një thes me ushqime apo për një vend pune sezonale. Kamza është qyteti i sakrificës, Kamza është qyteti i punës, Kamza është qyteti i dinjitetit dhe le t'ja kthejmë Kamzës dinjitetin më datë 11 maj. Shiheni Kamzën sot. Shiheni Kamzën sot. Shihni rreth e rrotull jush. Ndërtime pa leje që kanë mbirë si kërpudhat. Jo për strehim, por së fundmi për pazare votash. Premtoi Rakip Suli, e mbani mend, kënde lojrash dhe për pensionistët. A i keni parë kund këto kënde lojrash? As kund nuk ka, as një kënd, jo më lojra. Legalizimet, prej sa vitesh ju mashtrojnë, e tani para zgjedhjeve, patronazhistët po ju trokasin në derë, duke ju premtuar përsëri mashtrime për legalizime. Rrugët arna me asfalt elektoral të shtruar natën si hajdut, që blokojnë dhe pusetat e kanalizimeve. Kjo nuk është qeverisje, kjo është grabitje, që do marri fund me datë 11 maj. Unë kam një mesazh për Rakip Sulin. Kam një mesazh për çdo drejtues të administratës publike, çdo drejtues të bashkisë. Kam një mesazh për çdo nënpunës të administratës publike që sot po bën patronazhistin. Mos guxoni të dhunoni votën. Mos guxoni të vidhni votën e të kërcënoni votuesin. Kushdo që bën krime elektorale do ndëshkohet herët avon. Do ndëshkoheni për çdo vot të vjedhur, do ndëshkoheni për çdo vot të dhunuar.
11 maj të dashur miq po vjen. Bastizja e Kamzës dhe e Shqipërisë do të marrë fund. Në 11 maj, le të çlirojmë së bashku nga regjimi Kamzën. Në 11 maj, le të çlirojmë Tiranën, le të çlirojmë Shqipërinë nga sundimi. Sepse në datë 11 maj, tër Kamza do të votojë ekipin e njishave. A mundet Kamza të votoj për Elisa Spiropalin, apo Lindita Nikollën, apo disa anonim? Po për çfarë do mbahen mend këto dy zonja? Për keqpërdorimin që i ka bërë Edi Rama, ose për shkatrimin që ju kanë bërë institucioneve që kanë drejtuar. Kanë shkatruar parlamentin. Kanë marrë me valigje, e mbani mend zonjën 5 milion euro, për ato do mbahet mend. Ka shkatruar arsimin kur ka qenë ministre e arsimit Lindita Nikolla. Po le t'i japim ato që meritojnë në datë 11 maj, sepse keni njishat në ekipin e njishave, më të mirin në gjithë ekipin e Tiranës. Unë besoj të Kamza. Unë besoj të forca juaj, unë besoj se Kamza do të jetë vatra ku do të nisë ndryshimi madhështor. Kam në krah një ekip fantastik, profesionist të ndershëm, mjek, mësues, ekonomist, sportist, ish kryetar bashkisë përfaqësues të sigurisë kombëtare, të gjithë absolutisht të denjë për t'ju përfaqësuar. Në 11 maj, Kamza për këtë do të votoj. Kamza do votoj numër 1-shin. Kamza do votoj për Kamzën madhështore. Më 11 maj, Kamza voton numër 1. Kamza në 11 maj do të bëhet blu dhe do të ndez flagadanin e fitores për Tiranën e mëtej për gjithë Shqipërinë. Votoni numër 1-shin. Votoni për Kamzën madhështore. Votoni numër 1-shin. Votoni për Shqipërinë madhështore. Votoni numër 1-shin për ekipin më të mirë të njishave. Votoni 1-shin për programin më të mirë që do ju kthej dinjitetin. Të dashur banor të Kamzës, në 11 maj, votoni 1-shin për 1-shin e njishave profesor doktor Sali Berishën.